Ju përshëndes, po bëj një xhiro me biciklet këtu anë Sanremos, po jam ujë në djerë se kam kohë që nuk bëj xhiro me biciklet. Kujt për ju i pëlqen bicikleta dhe sa kohë keni pa hipur në biciklet? Vendi është fantastik. Pjesa tjetër e familjes është përpara, por nuk mungon as kingu këtu. Ja ku e keni këtë bukuroshin. Ky sa herë që përgatitemi për t'ikur me biciklet, bëhet gati. Edhe hipën vetë këtu, sepse i pëlqen të shikoj. Sot pas ka dhe merkato këtu. Duhet kap gjysmën tjetër të familjes. Kisha kohë pa ardhur në Sanremo. Është mirë tani, kur nuk ka njerëz, sepse gjithmonë këtu kur është festivali nuk gjen vend. Për shembull në hotel as bëhet fjalë fare të gjesh vend. Janë të rezervuara prej muaj shtetër dhe ka shumë rrëmuj. Kam qenë njerë me një produksion këtu në kohën e Sanremos, por asnjëherë më, kur më. Kush prej jush që gjendeni në këtë faqe ka ardhur ndonjëherë në Sanremo ose kush jeton në Sanremo? Ka ndonjëri nga ju që jeton këtu? A keni bërë ndonjëherë në një xhiro me bicikletë apo jo? Është bukur. Bën pak vap, sot ka qenë vap e madhe këtej, por është bukur. Ka më shumë turista se sa njerëz. Këtu